duhet që të agjeroj. E kemi për qëllim agjerimin nafile, se me farz obligohen të gjithë. Po agjerimi nafile brenda vitit, sepse agjerimi i adopson fuqinë e shejtanit tek ai. E afron tek Allahu subhanahu wa taala dhe ja largon shejtanin. Dhe kjo padyshim se i ndihmon që të mbrohet nga zinaja. E përmendëm më herët se pejgamberi alayhis salam në hadithin ku i nxit trit për të martuar, pas asaj e jep si zgjidhje agjerimin. Dhe nuk ka zgjidhje tjetër për trit. Nuk ka asnjë metodë tjetër dhe asnjë zgjidhje tjetër pas martesës përveç se agjerimi. Sheriatikisht nuk ka zgjidhje tjetër. Dhe nuk ka nevojë të him detaje në këtë aspekt. Të gjithë ju e kuptoni, ose marto ose agjero, nuk ka zgjidhje tjetër mes kësaj dhe kësaj. Sheriatikisht. Për këtë shkak Allah subhanahu wa taala nxit për martesë fuqimisht në Kur'anin famlart. Dhe jo vetëm se nxit Allah subhanahu wa taala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po plus tregon se në këtë ka sadaka, shpërblim për të. Thot pejgamberi alayhis salam: "Wa fi bid'i ahadukum sadaka." Dhe kur ndonjëri prej jush i afrohet gruas së vet për kontaktin tim, kjo është sadaka për të. Kjo është sadaka për të. Shokët e pejgamberit alayhis salam u habitën. Than: "Ja Rasulullah, po ne shfryjmë epshin këtu." Tha pejgamberi alayhis salam: "Sikur ta shfryenit në haram me ndonjë femër që s'është e lejuar për juve, a do të kishit mëkat, a do të kishit haram?" Po. Atëherë thot, Allah është i drejtë, në halal u jep shpërblim.